Një tjetër cop nga zemra e Tiranës po i dorëzohet ndërtimit me kulla. Këtë herë trualli i shtëpisë së fëmijës Zyber Hallulli dhe godina e Inspektoratit të Punës do të shemben për të lënë vendin 3 kullave të reja multifunksionale. Projekti është pjesë e një tjetër marrëveshjeje të korporatës së investimeve shqiptare të drejtuar nga Elira Kokona, që u jep partnerëve privat të drejtën për të zhvilluar pasuritë publike më të shtrenjta të kryeqytetit, në këmbim të disa godinave të reja të ndërtuara në periferi. Zona ku ndodhen sot jetimët dhe institucionet inspektuese do të zaptohen nga 3 kulla ku do të ndërthuren banesa luksoze, zyra, qendra tregtare dhe parkime nëntoksore. Ishin Edi Rama dhe Elira Kokona që shpallën me pompozitet sot konkursin për projektin e ri të shtëpisë së fëmijës. Kemi arritur të vendosim një projekt tjetër në radhën e këtyre projekteve, që janë tani më në një fazë të avancuar dhe madje një pjesë e tyre janë gati për të marrë lejen e zhvillimit dhe për të filluar nga puna. Fal këtij procesi do të kemi një stadium të ri të përmasave europiane, një tjetër vepër arkitektonike, të dejmë për historinë e re që po shkruajmë së bashku, me këtë skuadër të jashtëzakonshme arkitektësh, deklaroi Rama, nga prezantimi i projekteve të ideuara nga 5 studio, nga Portugalia, Italia, Danimarka dhe Meksika. Fitues janë shpallur vetëm 2 prej tyre, Teller Hector Borozo, plus Studio B&L, plus Pro Green LLC, plus Doriana Bleta, plus Agim Seranaj, plus Ardian Paci. Është studio arkitekturore që do të ndërtojë shtëpinë e re të fëmijës Zyber Hallulli në zonën e njohur si Villa Gjermane, në afro 5000 metra katror. Roy Kind Arkitektos SC, Son Engineering and Construction, ASAB SHPK, Motus, Julian Kasharaj, është studio arkitekturore që është besuar ndërtimi i 3 kullave luksoze në kryeqytet. Zona në fjalë kishte kohë që lakmohej për ndërtim dhe pamfleti e ka denoncuar disa herë. Pa kohë më parë ishte korporata e investimeve që e shpalli projektin. Pronat e përfshira në projekte janë me sipërfaqe prej 7107 metër katror truall. Brenda kësaj pasurie ndodhet një ndërtesë me sipërfaqe 1411 metër katror, në të cilën ndodhet godina e shtëpisë së fëmijës Zyber Hallulli. Në projekt është përfshirë edhe prona me sipërfaqe prej 2902 metër katror truall, e cila është një njësi ndërtimore dhe trualli në përdorim aktual të Inspektoratit Qendror. Ndërkohë prona e tretë është ajo me sipërfaqe 5219 metër katror, e transferuar në pronësi të AIC, do të jetë për zhvillim publik për ndërtimin e një shtëpie të re për fëmijët. Pra godina e inspektorateve dhe shtëpia e re e fëmijëve do të zhvendoset në rrugën Gramos Pashko. Trualli që ata lënë me sipërfaqe të stërmadhe pritet u jepet privatëve për të ndërtuar kulla.